Kryeministri Rama ka pasur disa reagime të ndryshme gjatë kohës, qoftë për këtë protestat e njerëzve në qytete për reformën territoriale, qoftë për protestën që vazhdon për 2 muajsh në bulevard. Si keni gjykuar këto? Çfarë lloj reflektimi keni parë tek kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste? Te kryeministri fatkeqësisht nuk kam gjë personale me këtë. Ai nuk është asnjëherë i sinqert në atë që u ka thënë shqiptarëve. Ju i keni ndjerë vetë premtimet e bujshme në 2013 që brenda 2 vite ose brenda mandatit parë Shqipëria do ketë ujë 24 orë. Ju i keni parë për shërbim fal në shëndetësi. Sot më nisi një person dashamirës, një situatë të jashtëzakonshme në spitalet e Tiranës, që konfirmohet edhe shumë të tjerë, që mungojnë jo vetëm ilaçet, diku mungon edhe gjëra me elementare, alkooli, diku mungon ajo pajisja që vendoset për të marrë, si thush, vitaminat apo çdo ushqim apo çdo mjekim tjetër. Jemi në një situatë shumë tragjike dhe problemi është që ne flasim tani për inteligjencën artificiale në shëndetësi. Okej, unë nuk kam asnjë kundërshtim. Luftën me inteligjencën artificiale do ta humbasin ata që nuk e përdorin. Por çdo gjë ka një piramidë të nevoja jetësore, është piramidë e njohur dhe respektuar. Është drita, është uji, është buka, është trehimi, është arsimi, është shëndetësia, është lufta kundër varfërisë, është lufta kundër urisë. Pra, ka një sër gjëra që tani të bësh kopshin e den 4 milionë euro në Shqipëri dhe të mos ketë ujë. Shtatra të Vlorës janë 2-3 kilometra larg qytetit, të paguash në kundërshtim dhe kështu do dalë. Çfarë do të përgolite qeveria, vendimi për të përdorur akt normativ për të dhënë 4.2 milion euro, dollar, një këmbëtari, kur qeveria shqiptare nuk ishte pjesë e projektit. Nëse falimentonte, ata në kompani që sigurojnë falimentimin në kompani sigurimesh dhe nuk ndodhte asgjë. Nuk turpuroi Shqipëria se s'bëi koncerti aty, sepse dhe vlerësimet që janë për atë koncert në vend që të na vinin vetë, atë në nxorën syt. Po, në fakt, shumë ankuan për mungesë organizimi nga ata që merrin pjesë nga vende të tjera. Unë nuk e besoj kryeministrin ne për një rast konkret dhe le t'i vëmë gjëra ballë për ballë. Ai ka nevojë të ballafaqohet me vërtetën. Ata që rrethojnë, që janë oligark, që pasurohen në mënyrë kriminale nga ambicet e tij personale, gjithmonë më tepër do të varrisin në gropën e dështimit politik. Kjo është një krushie e keqe që ai bëri me oligarkët dhe me mafiat. Po ai ishte ky kryeministër që harxhoi kohë më shumë se investitori nga Alamarësika për prezantimin e projektit të Durrësit. Po çfarë kishte qeveria aq shumë, apo me që ishim në prag zgjerrjesh. Dhe gjithmonë sa ka prag zgjerrjesh, tani do të përdor samitin e NATO-s. Unë nuk e di. A duhet ta kërkonte Shqipëria samitin e NATO-s apo jo? Unë nuk kam frikë të flas, sepse kam argumente, kam datë dashurin. Samiti NATO, si e pas asaj që unë kam parë dhe kam kërkuar si informacion, është rreth 160 milionë euro. NATO paguan vetëm 10%, kosto tjetër i mbetet vendit organizator. Prandaj vendet e tjera, qeveritë e tjera ku ka llogari, ku ka transparent, nuk vrapojnë. Unë nuk e di me kë konkurroj Shqipëria që mundi për ta marrë ajo për shkakun samitin e NATO-s. Po pse duhet të paguajmë 144 milion për një aktivitet prag elektorale? Se kjo është qëllimi. Sepse do vi Trumpi, po ka ardhur George Bush i pari. Po u fut Shqipëria në NATO në 2008 dhe 64% punës e bëri Partia Socialiste deri në 2005. Nuk ka ndonjë çudi të madhe se do vi dikush. Duhet heqim dorë nga kjo madhësi e verbër dhe shumë e shtrenjtë. Po pse ne mos e përdorim dorë nga kjo çfarë na mbetet në dorë pastaj? Po pse mos i përdorim në 144 milionat të rrisnim buxhetin për ushtrin, duhet modernizuar vendin NATO dhe në vend që të merrim 302 milion kredi borx, merrim 160. Dhe është ajo që thoni ju, samiti pas një jave ndodh një ngjarje tjetër globale harrohet. Ndërsa investimi që bëhet te forcat e sigurisë kombëtare është investim që mbetet dhe na ul kostot për detyrimet e mëtejshme. E qartë, zoti Malaj, ju falenderoj shumë.